duart, ha? Mirëmbrëma të nderuar teleshikues, mirë se vini në emisionin e 14 të ciklit Buzëqeshje në vite. Kemi menduar që në emisionin e sotëm ta ndërtojmë me materialet më të mira të humoristit Seyfullah Muftari, apo Cekja siç jemi mësuar që ta thrasim. Dhe kuptohet që kur përmendim emrin e Cekjes, na vijnë ndërmend mjaft materialet interpretuara prej tij gjatë karrierës së tij artistike. Për shembull që mund të kujtojmë këtu shprehjet alo ushnja, apo moj nën, apo hyp Gjigji tek filmi Gjithfajti ka parajsa. Dhe ndoshta humoristin Ceke aktualisht e mbani mend me personazhin e babait që është i braktisur nga fëmijët e tij, por cilat kanë qenë interpretimet e tij të para. Për shembull, ju kujtohet kur ai zë derën hotel-restorantit të mikut të tij dhe fillon dhe kërcen makarenën? Ja ndiqeni. Vot u verso plakë, gëzuar, të pache. Edhe unë të pache. Për kokë të ende, sot je bërë shumë mirë. Dëgjo, të ka pos një puthi të voskë. U të shmende? Ki ka plakut, u të shmende tani në pleqëri. Jo, se ma një mirë kokën mua. Mos më detyro mua të përdor dhunën. Se për kokë të qojnë të hynë nga poshe dhe të dalë mundë në dalë të karadë. No, mirë. Mirë të që në mirë. Hajde, za, po të je. Palariu. E di kujtë të thonë Palariu. Se që më ka i për një dashuri. Një si zhja për plakë. Mirë dhe za, po të e bërë herë fëmijët. Se kam 2 javë që kam lemëruar televizioni dhe fëmijët s'po duken të za. Qala posë. Ku të shajnë kokë më për një atarë, qala posë. Ja kam siguruar të tëra ore tonë. Me tapi, me hipoteke. Mos e qaj kokë farë, nuk u vinë ata, jorë. Po shqyrë që na gjithë ti neve, se po t'ishte për mua dhe plakënë, kishim thye kokën më në një gropë të kalasë. Mirë. Për mua rini sa të toni, ose shtëpia natë, klubi poshtë. Tomi, e ti jam për si djali, hape që ka të muzikë të kërcejmë. E në hapë muzikë. Po që kjepë, që mërzitës? Mo mërzitës, këtu nga kene. Mirë, a më e më plakë. Po le mu shqe pyet këtë jarë. Këtu nga ke ditë edhe natë, mos e qaj kohë, mo mërzitës. Po ty i kam lartë në 4 do bëni jo.
Mbase këtu është vendi të përmendim që Cekja në vitet e tij si interpretues nuk ka qenë vetëm aktor i gjinive të vogla si imitues apo parodist. Ai ka interpretuar edhe në mjaft filma artistik. Dhe natyrisht një fragment të këtyre filmave ne do t'ja u transmetojmë edhe sot në emisionin tonë. Për shembull, zgjidhja e fjalë kryqeve për një periudhë u kthye në një sëmundje për shumicën e shqiptarëve. Por mos të flasim më tej dhe le të ndjekim një fragment nga filmi Fundi i Marrëzisë. Si s'pa vjen? Sa po vonohen? Sa po keni një pristë? Sa po keni një pristë? S'po vjen akoma. Do të kishin ardhur deri në Shqip. S'po vjen. Erdi! Falni, udoni, qa kishe? Nga qytetin? Edhe jam edhe si jam. Kemi shumë punë, jemi shumë të zënë. Ju lutem më falni, nuk munden. Kemi shumë problem, ju lutem. Ja gazetat, ja dhe lapsat, për këtë javë punë e kemi të garantuar. Atëherë fillojmë punën. Babi, Një minutë. s'është një fjalë e cila fillon me B dhe ka qenë... Jo të keqe, babi. Ja punë serioze këto. Nuk duhet të mutemi. Bire me lapsit e. Ashtu. Filloj me njëshin. Që është një emri bukur dhe i dashur i lirë. I lirë. Mos është... Jo, fillon me D. Ore, si e ke shtrirë apo në këmbë? O të hengër të morti, o të hengër të gjove. Pse? Ere, Horizontalisht apo vertikalisht? rime në në zemë, mandet. Qamil. Qamuran. Ja. Qëra mu di. Që më rodini sa teme. Po jo, mami, se duhet me 5. Oh, mos ka të bëj me qefin? Po të rjetën atje e ke mendin me. Të hengër të morti, o të hengër. Pse? Rime se në zemë, mandet. Tër. Qero? Hajde, kuros. Qero? Qenos. Shiko se... Nuk është. Po qafder? Qafder. Po jo. Doli? U të shpëlaf të mortë, të shpëlaf. Dëgjova, Po thuaj. jo, mami. Duhet me 5 kuadrata, mami. Po gamba? Po jo italisht, mami, jo italisht. Babi, Qa? me G, me G Ha? ka gazment. Jo, nuk është... Ka gazment, babi. Ka gic? Gic. Jo, sa gic. Jo gic. Gic. Gafur. Galosh, babi. Jo. Gërdet? Jo. Gabel? Jo. Gyp? Jo. Gap. Gagaç? Gyp. Gazhup. Gazhip. Jo. Gjenci? Gazmet? Jo. Shime. Gazmet. Mos është gëzim, babi? Shi. Gzim? G-E-Z-I. E gjithë. Për kohë të në nëse gjithë. O shpirt i mami. O i mo zemër. E gjithë. E gjithë. Gëzim është. Po, nuk do të gëzoni para kohë. Se fjalë dhe vepra të tjera në presin. Vazhdoj punë. Qesh një vegël muzikore me zorë. Me zorë? Vra një mëndje. Defi, për shembull. Është vegër muzikore, po pa zorë. E pa nena duhet me zorë se Me zorë. të engër të mortit e.
Berti, na lexoj këtë. Nuk ka vegël muzikore me zorë, po hajde. Si s'ka me zorë. Po gajdjar. Me zorë është. Ha, more. Ajo që fut gajdet që unë goj nuk është zorë. Zorë është. Gajdja nuk ka zorë. Si, more, s'ka zorë, po që fut këshu. Ngoj, qështë? Jo, ajo që fut në goj është kemi kellit. Do me thënë e rris. E fut gajdet që në goj. Edhe ik se u bëm si kam dhe rris. Babi, edhe Berti thot që nuk ka zorë. Ashtu? E po ai njeri që nuk ti ka zgjedh një fjalë kryq, nuk u mund t'jetë vëllëndrim. More vesh. Po në dua, babi. Punë e madhe se do ti. Dëgjoj goca babit. Merr biçikletën, shkote sot i raq. Kompozitorës, duhet ta dijej. Hajde. Ha, më poshtë. Shtata. Kush është babai mushkës? Kush është babai mushkës? Kush është babai mushkës? Tash ty që ka baba mushka, kjo dihet. Po se kush është babaj, s'po e di. Kush është babai mushkës? Kush është babai mushkës? Kush është babai mushkës? Kush jetë babai mushkës? Po ku shkon më goca, ta bëj këtu? Ai më pret. Dhe dëgjoj këtu. Pa e zgjedhur të gjitha fjalë kryqet, mos më kthen në shtëpi. More vesh, mora thuaj. Mirë, babi, mirë. Jo. Se bëj do të kështu. Do të dalë ta bëj për jashtë. O shofer. Të lutem. O boja 7 që nërë autobusa të shkojnë Po të shkeni mërë vëllëzë tani, po dalë? Po dalë që kanë halë e njerëzit tani, drejtje mori. Urdro, qalë. Kam një hall shumë të madh. Urdro, qalë. A ka mundësi të më tregosh kush është babai mushkës? Mushkës. Babai mushkës? Po, babai mushkës. Ore vëllëzër, ky kërkon në prindrit e mushkës, ai një njeri. Të lutem. Urdro. Jo më vlla, nuk dua prindrit. Dua babai. Babai. Si urdhon? Ha? Kërkon bab... E gjetëm. Urdhon. Gomari. Gomari? Regu. Jo. Shumë faleminderit. Kishe këtë halë pa të ndale autobusin. Se të kishe në një rast të vdekje, nuk të ndale autobusin. Një tjetër. Miro pas. Çfarë bën mirë drejta? Çfarë bën mirë? Gjej më çfarë bën mirë drejta? U ta mor po çfarë? Folën e 16 vertikalisht aty e ke. Çfarë bën në mjes drejta? Fal, 16 vertikalisht mjes. Çka ka për baki këtu më? Çfarë po i bën me rrezikut? Të lutem shumë. Çka ka beziu që parë ka shumë? Po s'kam bërë gjë. Sire s'ka bërë gjëre, nuk gjej fjalë kryqi kemi gjithë ditën. E më mirë, pas ka bërë gjë, çka ke ti? Nuk gjej fjalë kryqi, çfarë bëjmë ne në mëngjes, në treg dhe në darkë. 16 vertikalisht. Folën ti. Po s'kam bërë gjë. S'ka pa. Pastaj s'bëjmë gjë, mirë dregtar nuk bëjmë gjë. Moj, vërtet. Çfarë bëjmë ne mëngjes dregdar Po tani? jo, këtë do zgjidhet e unë 16 vertikalisht, çfarë bëjmë në mëngjes dregtar. S'bëjmë gjë. Ha, s'bën gjë. S'ka pa. Mos e rif kot. Ha, mas, ju shënë mos e raf kotu ka gjithë gjysë, po të tash mis ka gjithë as ngërp. Ashtu? Po. Bjeri qenë, sa ti vjen mend. Mis! Drek! Dark! Mis! Drek! Dark! Mis! Drek! Dark! Mis! Drek! Dark! Shtejnë, a kjo pijem me mut. Babi, Filip, Më vjen keq se iku pa e gjetë fjalë kryqi.
Ku pat me? Fjalën e fundit. Ku met? Po ishte një pije që maronte, ishte për gra, që maronte me utë. E gjeta! E gjeta! E gjeta! Vermut ishte. Vermut. Para disa vitesh, Cekja provoi të bëj edhe mjek popullor, po për mërgjër ndiqni materialin. Mirdita. Doktor, kam një hall që unë sigur s'mund të them dot. Jam aq në hall se më gati të vras vetën. Thuja. Do t'ja the. Nuk kam se çfarë të bëj. Pak shpejt se populli pret. Ky lag natën. Çfarë lag? Lag në dyshek. Doktor, të betohem jam burë mirë. Gjithë ditën jam zotni. Ose si them, tull. Vjen nata, bën qull. E gjara grua që i lag buri natën. E bëj pa ndërgjegje. Me sytë mbyllur. Aman, doktor, se ngela duke la rroba. Sigur kam një qere me fëmijë. Të betohem, nuk du të prish marrëdhënie bashkëtorë. Po ja që e bëj. Duhet të bësh diçka për këta njerëz të mirë. O, ti që lak. Lak. O, njeri i mirë që lak. Njeri i mirë që lak. O, njeri i mirë që lak. Që s'për të panolina ti? Aman, doktor, si ja blejun, po pse e bën? Doktor, pse ndodh? Gjithë jetën kam punuar me nder. Çfarë punë bën? Berber. Çfarë profesioni ke pasur? Zjafis. Ke magji? Klungoja. As që diskutohet. E di, ma e di. Babai do të taloj ty zanatin, apo jo? Abraham ka thënë ti bëj vetëm qef. Se me popullin të merren vetë. Mirdita. Mirdita. Doktor, ju jeni ai që të lini me bar? Dëgjoj me zonjë. Jam burr me namus, pastaj me gruan këtu. Më falni se u shpreha gabim, po unë s'bëj fëmijë. Po burri? Po ku nuk bëj unë nga do bëj burri? Keni dëshirë të më shikoni? Ne tash ti burri jemi, nuk ka ndonjë. E di, ma e di. Oh, sa ka parë ky. Boll që më ka parë mua. S'ka nevojë më zonjë, ti sill burrin. Burrin këtu e kam. Ç'na duhet burrin e majti. Po t'jetë dhe burri, ja gjem diagnozën tamam. E di, ma e di. E di. Ja, po që ta dish. Këtu e kam burrin. Frida. Gigi! Ma zonjë, po më thash burrin, jo qenin. Jo, kështu e ka emri. Gigi! Më shëgje, me këtë burë që ke dhije, e 3 fish në parat më japësh, unë nuk kam qatë bej. Ma, doktor, të jam sa të doni. E di, ma e di. Gigi, si ndjeni? Top. Mërë po që jetë top e shohu, po... Ore, Gigi, po si shumë i konsumuar dukesh. Mos shkon me femra, Gigi? Qofë shamamin një, po... Po pëse si jetë vetës, mërë, Gigi, Gigi. Monizmi, doktor. Aksionet, zbori.
7 sulmuesa ka marrë në aksion. Po pse e more Gjigji? Më mirë një sulmues e 7 fëmijë, se sa 7 sulmues as i kokër fëmijë mërë Gjigji. Ajo Gjigji, kështu Gjigji. Doktor, unë kam dëshirë që ta bëj një fëmijë vetë. Ta bëj Gjigji. Se unë kam edhe shok, se kot nuk thonë, 3.000 me shok shumë. Çfarë na rekomandoni, doktor? Ligjo, ti rriti afroqë. Po ti thirë burin, Ta pyesim për burin. E di. Ligjo. Me ndër të ndenjurat, do t'i marrësh edhe do t'i afutësh në legen me ujë të ngrohtë. Me ndër bori, mbaj afër. Mos i jep pesha të rëndë. Ke syrin e keq. Gjithë më kanë i natë. E kanë gazelia. Doktor, punoj qetë, lirshëm. Këtë patkua do t'a mbledhësh me burulluk dhe t'a futësh poshtë dyshekut. Faleminderit. E di. Ja pa që ta dish. Po, doktor. Ha fasule dhe ik. Shumë faleminderit. Asnjë doktor s'ma ka thënë këtë fjalë. As të mos shkoj mendja se do ta thonë ndonjë tjetër. Faleminderit. Sa kushton? Unë nuk marr parë. Unë punoj për jetë e kësaj se kanë punësuar. Faleminderit. Ditë në mirë. Gjigji, jepi forca Gjigji. Yp Gjigji. Yp Gjigji. Forca Gjigji, yp. Edhe barku jot na duhet tani. Po shofer, mbaj se nuk e mbaj dot. Dodi, tani e gjete? Të shplau barku i të shplaf të morti. E di. A ka nejtë doktor këtu? Asnjëri aty lart. Erdha! Hajde, ullu këtu. Ullu të na flasë, shpirti na flasë. Ku është i sëmuri? Ja. Çfarë ka zonjë? Barku! Shtyp! Aman, doktor, se marova. Mos u shqetëso, se unë i bëj dërman të gjithë. Ky po flas, doktor, si po janë dalë barku me këtë fener? Çfarë thua, moj zonjë? Po unë me këtë fener ndal ten, jo barkun e ti. Po ky që ka sinema. Një figurë interesante, aktori i emisionit të sotëm, pra Cekja, ka krijuar edhe tek filmi Dashuri me Krisma. Por për më gjërë ndiq në këtë fragment që kemi shkëputur nga ky film. O, muqua, jemi tërpruar me ju. Jemi tërpruar, por kemi marrë vesh shumë vonë se nuk rinim pa u hapur kafen. Përse? Po për gurin, pra. Për ku kështu? Do të përcjellim muqon jashtë shtetit. Muqua jashtë shtetit, e? O, sa mirë, o muqo, të kam zili për nder, lumë si ti. Nuk rrijet me këtu, muqo, nuk rrijet. E shikon, eshti menë që muqua, di që bënaj.
E po, në fund të fundit... Miru pafshim. Miru pafshim. Rrugë mbar, muqo. Rrugë mbar. Miru pafshim. Më pas në këshove. Baba? Më duket sikur e ke marrë me frikë burgut. Jo. Po. Me që kam për të parë se si më vjen kështu është. Dëgjoj mua, fillimi është pak i vështirë, po pastaj mësohesh edhe s'të bëhet të dalësh. Ka ndonjë që më hahet muhabeti aty, se edhe vetëm kështu. Sa të duash edhe si ti duash, do për shembull sherr, i ke pronto të gjithë. Të shku sherr? Jo, nuk ka mosh për sherr ky. Do të sillet me, do ta duan të gjithë. Bie fjala, moj mama, bie fjala. Unë sherr s'kam bërë, kam qenë i ri të bëj sherr tani. Baba, të them të drejtën, edhe mua në fillim 7 më shkonin. Po me kalimin e kohës, ja mora dorën. Ati kishte tipa shumë të lezeshëm, mama. Kishte njerëz që deshin të flinin me dritë të fikun. Kishte të tjerë që deshin të flinin me dritë ndezur. Këtu, përciste gallata edhe kërciste këpuca. Të sharat ishin nga më të larmishme. Jo si në parlament, po aty afër. Ndërsa ditën e nesme, ata që kishin fjetur me dritë të fikur e ndiznin, ndërsa ata që kishin fjetur me dritë ndezur e fiknin. Ti ke një tëmet të madhe se nuk e mbaruar ushtrinë. Por në qoftë se do kishe mbaruar ushtrinë, do ta kaloje fare kollaj. Dëgjoj mua. Më zëre se ke shkuar ushtar. Zëre se ke shkuar. Do shkoj, me qef të madhë vetëm. Ose mërzit. Mere me qef, ha? Jo. Në fund të fundit, borë ishtë borë. Beso muqa. S'të kam dashur kur më shumë se sa sot. Ta dia që më dojë kaq shumë, isha futur me kohë në burg. Eja, muqa, eja. Më mirë vonë se kur, baba. Po shko njeri këtu, pa thirë njëherë. Oraj. Qëfar bën ti, më? Qirë marë fort? S'më del. Provoje. Oraje. Fort, marë fort. O jesë e burgu. Mërë, po të gjanë ti thirë fort. Oraje! Kështu. Oraje! A, vërëm! E di si ish puna? Unë jam araticu nga burgu dhe erdha të dorëzojnë vetë. E pa faj? I plotësoj kushtet të tëra. Ja dhe letra e njoftimi. Rrobat i kam marrë me vetë. Besoj se i plotësoj kushtet. E di si ish puna? Nuk i plotësojmë kushtet ne. Të brenda është të shkatërua gjithë ka. O zoti, o zoti, por të lutem, po prit pak të lutem, po më të gjojnë të lutem, sa sqarojmë të kujmë. Më të radhë një kohë. Po mirë, më buri ti na të gjojnë. Leta shi, më të radhë një kohë. Po, pas këni qenë të qëtishë, mas në të bukën e krejtë. Nuk e bërë. Më një vesh një që shkatruar dhe gjë këtu. Do. Saqin e vogën, gjyqinjeri na ka marrë pengë, 2 batanijen, ato 2 batanije kanë për vetëm, për po të ishin kushtet e më pashme, diskutoj që do vini tërë me Evropë. Po ata qajen aty?
Apo dhe këtu me hatër ju? Ata janë këtu, të pastre dhe kanë zënë një dyqeli. Po shumë të sjellshëm, shumë të edukuar. Më s'na kanë prekur një qik me dorë. Do me thënë ju, nuk doni të më pranoni. Ore, unë njerëz dua se kam ngelur si peshku pa ujë këtu. Unë e baratimin. Ky s'do. Tani, ky po ju dorëzohet? Ju nuk e pranoni. Çudi? E pa nuk e bëj dot më zonjë se duhet urdhë nga lartë. O zoti polic, ne me njerëz të thjesht, kredi s'kemi. Na i bëj këtë të lutem. Ato të është problem, edhe joe. Ju doni të rregulloni punën tuaj dhe të më prishin punë mua, ha? Ikni më. Ç'do? Po ikni se nuk më kompromitoni dot më ik. S'na eci. Se pranuan. Qa të bëj unë i bafri? Shiqy që ishte kjo prezence, ti s'do më besoje. More të besojmë, si s'të besojmë. Po si do bëjmë tani? Duhet të lëvizim të gjitha gurët. Ku janë edhe kus janë. I ku pili. Ja dhe shtari. Që kur ke ardhur ti këtu, s'kam fituar asnjë lojë. Po çfarë i kam unë? Ti e lo shumë keq. Jo, po të kesh pak më respekt për robën ushtarake. Fal. Priqim edhe fillojmë nga e para. Fillove prap ti? Po ti pse ndjedh tërslët? Ore, ç'është e zhurmë ti më? Po na mylet mëse, kemi fëmijë të gjumë. Na fal. Ky e ka fal. Për ndër familj nga çat kafën. A që ko që prishe qetësim publike? Hajde tani se kam për të lexuar diçka. Amnisti. Lirohen personat e poshënuar. Letuku, Cëmuku, Nëcuku, se Cuku. Të gjithë këta e liruar vetë. Shikoj e mëritim poshtë. Nuk e ke. Po s'ka gjithë se mos ja vetëm. Ja të kam të dolozim sha. Për kokë të familje, je shpirt njeri ju. Gjatë jetës së tij artistike, Cekja është takuar me mjaft personazhe. Por më interesantët kanë qenë ata kur Cekja si tregtar u kishte marrë para borxh dhe nuk kishte që t'ju akthente. Por ç'ndodhi më pas? E di pse të thira? Po. Ama do më thuash të vërtetën. Jam kaq i trëmbitur sa se ke idenë. Pse? Zafiri, e di që na ka marrë të treve borxh? Fal po, nga ta di unë që të ka marrë Zafiri borxh. O, se diti. Po ti me gocën Zafirit je lidhur, s'të ka thënë gjë gocat? S'lidhe ka kjo. Po Zafiri ka shitur shtëpinë, ka ta ndim, i ka shitur gjitha. Unë nuk po kuptoj. Çfarë doni ju nga mua? Po ku jeton ky Zafiri? Ka shtëpia. Ka ta ndia, ku a? Ku pi? Ku fle? Ku vete? Ka shtëpi. Ç'të them unë kam një adresë me veten, në qoftë se e gjeni. Urdhro. Po jam i shkatëtur. Po nuk ma qeni. Shkopin mua kolla, jo? Nuk po kuptoj. Qyn shkopi këtu qeni unë? Hyn. Valironi pak thesi se mu morë fryma, ju lutem. Ape pak. Lirojani kërë kësë fryma, lirojani. Do keni një cigare se plasa këtu brenda. Cigare më pusht. Begjeti. Po ti këtu? Përse ta merë mendja ty, Unë kujtova se më grabitën. Unë të grabita. Do të mbaj peng. Ike, po dalla, ike. Unë kujtova se më morën ajdut ordiner. Po ape dikët. Qa është mirë? Ç'mirë, mo ç'mirë.
Ky është gata, qëta, në katë gjallë. E se më mërë filmë për një. Ja ky. Një tjetër, si jeni mirë? Mos u mërzit, vetë më mori. Shqyqyru të rgova i shkathët, se do ta kishim për lartë të tjerët. Dilë ka theci. Dilë ka theci. O, pas ke shpit bukur. Kushtoj shumë. Po që duhet? Qimet e kokës kemi lënë. Me drita si jeni si vjetë? Lëre mos e pyet. Herë vinë, herë ikin këtu na e kanë Po sjellë. çdo ti me dritat, vinë e ikin dritat, çdo ti me dritat. Mas u mërzit, do ta shtyp si ta shtyp. Ashtu. Guzhina këte, e? Po, urdhroni. Nuk shko, se ke bërë mirë. Këtu do të kishe bërë banjo. Ja, drejt. Hajde, drejt. Urdhroni. Mas u mërzit se pun gust është këtë. Urdhroni. Faleminderit, mirë se u gjetë. Jo i dëmë aty. Jep ato lekët që more nga loteria. Lekët që more nga loteria deri të gjitha. Gjovlaj, 20 milion shita shpit. 5 milion shita orëndit e shpis. Do më qa kisha i shita të tëra. Këto që shita, do më thënë, parat i kam këtu, në qep, do t'ja. Bëgjet, që ka njeri i mirë i shkreti. Që ka njeri mirë, fjalla së mukti, që ka njeri mirë, që ka njeri keq. Më ka edhe 5 milion të tjera do t'i dërë këtu se s'ben, edhe 5 milion. Po nuk thashë që i more, se atë të tjere s'kam për të odhën fare. Që duhet bëjmë me të tjerët? Unë dua parat e mija. E shikon, do të prish shoqërin për pun parash. Bëgjet, shoqnin mos e prishti, se paret do t'i japi kë. Do t'i, urdhë? Ku kam pare? Unë qa kisha vadash? Të shi, shpirtin kam betë. Mërmi dhe të edhe. E dëgjëm? Po dëgjëm këtu. Ti paret do të mjapësh një nga një. E do rish këtu deri sa të të dalë shpirti. Këtu do rish. Po pse s'thoti? Dori kam gjatur unë këtu. Ku të rishi këtë? Të shpia, do më. Bëgjet, mirë. Po që kështë të rishi në këtë, unë të apë, unë të krasoj, ku të unë të krasoj unë? Unë të krasoj vishë, unë të krasoj gojnë, unë të krasoj vishë. Gjerë dufin, gjerë dufin, e kam shok, e kam shok. Bëgjet, më dhe meni. Lere se të ta! Se kam thënë një fjallë, në këtë shtëpi do të dalë shpirti. Merë ma shpirti. Do të amarë se zbën dhe pa dërzër paratë, ti tu do e që shpirti. Do të vdesë Këtu, do të vdesë se zbën dhe paratë do mjafë. Po të vdesë këna që ti, para dhe këtë do të apish me fund. Ove, mi, ozve. Po dhe zvemi. Me fund. Dakor, para s'ka. Para do t'japë se zbën. Po s'kam qatë. Atere piraki. Piraki. Me fund. Oj, miri fukara, shqiras nene, jas baba, fukara, moje fukara. E di që... Shqiras nene, jas baba, fukara. E di që po ndroj mendim, je shumë i mirë. Po unë të thash që jam njeri i mirë, po ti parat. Po kam dhe një ide tjetër. Urdo, që faqe e iden? Sot të dy do flim bashkë. Po, unë që... Ku? Qo! Qo! I kam dëmë fjallën Zafiri, do fleme të qo! Pika që së të bërë, unë shkam vaj, ma gëllë nga. Na të vajtë, na! Honene, ka kemi fotur në shtëpi.
Do ka qenë, unë se aprish. Jo aprish unë kësaj. E fillojmë së bashku, shtrihemi në pozicionin anash. Bashkëm para. Oj, para. Nuk ka. Po ti ke ndodhur se nuk kam zot i shtëpisë, shpatave i partner. Po po mirë, unë s'kam asnjë nek të tjetër. 1 minutë bash të patjes, 1 minutë. Wow, Timur! O Beqo! Beqo! Se të Beqo më sot. Beqo e kam shok. E kam shok Beqo. Foto brenda Beqo, mirë. Mirë. Ç'kemi? Beqo, ti në rregull ti? Tani e di un punën. Hiki. Dgjoj, puthe fije për mua, më ka marrë mall. Hajde. Edhe ikni pa merak, po s'keni merak. Hajde Orti, se ti je penguin. E kam shok Beqo, po ikni. Pa merak. Shkëlqyer. Do me thënë, me këto ne likuidojmë përfundimisht bexhetin. Taku je mrekullueshëm. Nuk di si ta shpërblej. Një puthje dhe ne lajmi bashkë. Puthjen ta japëm, po për t'u lar është pak si shpejt. Po ti më jep puthjen për të lar, lau kur duhesh. Sa të likuidojmë bexhetin dhe t'jap puthjen. Më jep puthjen se as do ta rrëmbej, as do ta dorëzoj me Zafirin. Do të mbeteni borxh për gjithë jetën si familje, kështu po ju them. Taku pse po kështu ti bash, më thot mua. Qa kishe ti zogoj vogët? Se ke mor lekë babi tim një mor qanë. Qka ke vama ta? Qëros. Gledis, shpirti mami, qëko ke lodrat e videogame-at, zemra mami se na ptyr prove dhe me sy të pengut? Edhe mos të vish me këtu, ha? Ashtu gjanë. Qa kopiri që ishte? Kam dëgjuar Zafir se për mua ke respekt veçantë. Kështu që do t'i thesh me njëherë para. Që është e vërteta, respekt kam, po para s'ka. U tregua bexheti mi shkas, dhe rrëmbeu i pari. Më vjen t'ja fuz vetes. T'ja futesh edhe mirë të bëhet. Si more të t'i rrëmbej tjeti parat nga dora? Kulmi. Besoni, e di si jam me nerva, më vjen t'u loras. Mos e të shoh vetëm, mbaj qik vetëm. O 100 teri kam thënë more zotni. Mos i jep njeriu të para borxh se do ta hash. Kujt i thua? Kujt i thua? Kokën e vet se kokën e vet. Po mire ka gruaja bexhet. Dëgjoj, për të mirën tënde e kam. Se po vazhdove kështu, do ngelesh pa gjë. Kapitalizmi është i egër, s'të fal. Të le pa gjë bexhet. Shtu atë, më marrin gruan? Jo gruan, po të merr bukën, të merr parat, e të le pa gjë. Mrekullueshme. Ja ka marrë dorën, di si gatuaj apo jo? Të them të drejtën, familje bexhetit më ka mbajtur më mirë akoma. Po pse valla ç'të mungon? Jo se mungon që po për ditë të njëjtat gjëra. Çfarë thua, more? Po të bën motra jote ty nesër një byrek me ca bërzolla që kur në jetën tënde nuk i ke ngrënë. Do lëpish gishtat. Zuar, Zafo, zuar. Dhe ikën vitet njëri mbas tjetrit, se i kja kujton luftën, kujton partizanët, ballistët, për të cilët historia bëri të sajën. Por kujtimet me Xhabrahun tregojnë në vendin e dur, por në kohën e papërshtatshme. Ndiqeni. I fort. Po shkjeki o tamë, mor që na gjeti, mor, manë,
Ullur janë. Ullur janë. Ullur, mërë. Po qa që kjo ata, mërë që na jeti, mërë amani, mërë ama. Për të mirakëzime të uvime e ti. Po nuk më besohet të Raman. Po mërëm ishte gjallën. Po kur bëri vakje Raman, kur me. Po në ora... 12:30. Fiks ishte? Fiks. A që na berje. Më kujtohet ti, kur ishim e prao, po ndiqim një agent të simit. Ishte një simpatik, një i gjatë. No, shpatull gjerë ti. Flokë kacurilla. Apo nuk ishte një sy sa një ulli. Më falë Gjapeqi. Një bukurosh që... Më falë Gjapeqi. Si ka mundësi, edhe agenti simit, edhe bukurosh edhe simpatik, më falë, po i matë mos ka qenë gjë i shëmtuar, kështu? Jo, i shëmtuar ka qenë, si malukat ka qenë. Një spast. Nëse ne po ndishim agentin e simit, kur të gjoj një ze. Fiu peshi se në vrau! Po ka qenë tërheqje taktike. Qa taktike? Ne u trembem në shkuana, 7. Kur vinte Fasliu në qytet, se Fasli e thonin. Na, dridheshi të gjithë. Partizanëve të antrima nuk ua ka bërë syri tërt. Po mire, pse kush sa për partizanët që nuk janë trima? Jo, se... Jo, unë fola për vetën time dhe për Fasliu. Se partizanët të antrima kanë qenë si shqiponjë edhe shpatull gjërë. Po qa si shqiponjë të keqen o të befsha. Po qa shpatull gjërë jam unë ja shiko mua. Unë dhe braua beshim as beshim bashk 20 kilo. E që tu angas lafin, një shoku jon ishte këte rrugës, bazis ishe matan. E më të nxjerë volen, më të këput, një koqe plumë, një shoku ton, pa mu këtura, top në vend. Më falë Gjapeqi? Po tani në dalë ka që edhe balisët pas kanë qenë trima. Kushta? Kushtare? Po ti i the tani. Jo, ore, që ne? Unë partizanët ka qenë trima. Ta shi e ditë ti me mirë, apo e di unë. Ishe ti në vendin e gjarës, apo isha vetë. Do e mos, sepse ngjarja ka rrjedhur kështu. Pa, Qarkori i partisë vendosi që Peçi Kici dhe Braho Borisa, 2 partizanët si shqiponjë dhe shpatull gjërë, përpara një spiunit e shëmtuar edhe frikacak. Braho Borisa qëllon dhe shtrin për tokë agentin e fashizmit dhe janë numëron në balë të 9 fishekët e nënqes me mulli. Dërsa nga ana tjetër e rrugës, një grup ballisash ja ranë vrapit tamam si lepuj. 2 vetë të tjerë, raptanët, që gjoja përrugullonin bicikletën e prishur, e morën Braho Borisën dhe e futën në një pajton që po kalonte aty pranë me shpejtësi. Ashtu, dëgjoj tash. Ne vërtet e vramat Fasliu. Por ama, me te kemi futur e ti një derë vrapi në përca rrugisa e në përca zgekje që po të nga këshi zenë ballistat e ti si do këshi bravo jo. Fërtele. Po leje tashi. Mo më kujto këto kujtime se edhe bravo se kemi me. Më vinë kokë sa gjera të tjera të lataritë që të them. Më falë Gjapeqi, po unë po konstatoj që ti ke një mendim shumë të keq për partizanët. Po qala mos, ti jene vetë asire vetë. Lutem shumë. O kam që partizan për vetë time, qala mos. Një figurë mjaft e arire e humoristit tonë është edhe personazhi i babait. Një babaj që sakrifikoi gjithë jetën e tij dhe që shoqëria e nderonte dhe e respektonte. Po fëmijët. Fëmijëve atyre ju bëj bezisshëm dhe e dërgoni si top futbolli sa te njëri te tjetri. Gjerisa më në fund e martuan. Po e martuan dhe babai vendosi që t'i bindet fatit të tij. Çfarë ndodhi më tej? Le ta ndjekim. Pa një burr tjetër. Më ngatruan lulet. Ai ishte shit si luleve. Jo, ky është. Filomena.
Filomena. Fili. Ti është Luka? Ëmbëlsira për në fund. Si e zotrote? Mirë, faleminderit, mirë. Nga shtëpia mirë janë. Kalamajt, burri. Baba, e ka nga emocionet, me zi të ka pritur. E shoh. E kështu duke një zonjë shumë e mbajtur. Faleminderit. Po femra po nuk u mbajt, nuk është femër. Ashtu. Edhe burrat duhet të mbahen. Edhe unë po më mbajti njeri bahem. Po sigurisht bash do mbaj njeri tjetri. Se tashti, kjo po kështu e ka vetë mbajtur. Sa shkoni, mor baba, sa shkoni. Bravo! Sa shkoni, mor baba. O, baba, e ka nga emocioni, se me zi ka pritur. Fides, baba. Atere unë mendoj të alëm qiftin vetëm. Sigurisht se edhe nuk shpreje do të babaj në sytë tanë. Po. Mbaj këto se mund të duhet. Po, mos u argjo, mor djallë. Edhe kujde. Po, shkemi. Ta kote vrasin mende se ose kam për erë të parë. Sigurisht. Mua më quajnë Filomena. Filomena. Shkurt Fili. Fili. Po juve su thresin shkurt? Mua gjatë më thresin lu. Shkurt më thresin general. General. Sa bukur. Shumë bukur. Unë janë nga Forja. Po ju kush jeni? Meri Magda. Fa? Qa ka këtu për të qesh? Nuk ka Meri Magda. Ka. Ka e kam parë me këta dyshit. Jo, nuk ka. Në çmuaj keni lindur. Në pasaport jam i tetorit. Plaku më thoshe gjithmonë, ke lindur në shtator. Atëre jeni akrepi. Cfurku. Cfurku akrepi njësoj është. Ta mbështes që kokën se më vjen si për gjuhë. Po si, me knajsi. Shteto. Unë duhet të regojmë e sinqert. Pak me zhëmëtullët. Po si, unë duhet të regojmë e sinqert me juve. Unë kam qenë martuar 3 herë. Ç'frish po? Po, nuk më ka ecur. Kaj. Po, asnjëherë me ushtarak. Ushtarakët gjithmonë më ka pëlqyer. Tani jo vetëm ushtarak, po edhe general. Që sot e tutje unë do t'jem zonja generale. Bukur, shumë bukur. Qa ka në? Qa ndodhi? Kush që mori lulli? S'ka gale. O, sa lullet bukra do më sjellësh ti mua. S'prish punë. Dashur miq, dashur dashamir, shok, më në fund erdhi dita që të martojnë baban. Të trashgojnë. Hajtë trashgojnë, baba. Trashgojnë. Po është për blefsha në dasmat e babalarëve tuaj. Hajtë kësuja, hajtë kësuar. Puzenusen, baba. Puzenusen. Puzenusen. Nusen, baba, nusen, puste. O, baba. Po puthe e nusen. Ka të puthe? A puthe vetë? E do regullet, zëndri puth nusen. Na si regullore ushtarake, nuk lejoj që nusja të puthet me zorë. Kunat. E po, të na trashgojt për fare. Orkestra! Jemi! Oh,
Moj, po qa do po I djeve, po s'jam për këtë punën, moj të kenjë. Hajtë, se për të mirën të ndë e kanë. Qa për të mirë, moj Amani. Hajde, të shumë. Bëj kurajë, bëj kurajë. Më morë shpirtin, më morët. Më morë shpirtin, më morët. Hajde. Hajde, general. Mos ki turp, shtriju. Apo ke emocion? Municione s'kam, po se që kam si fëtot me t'i Po është natyrshme. Urdo? Është natyrshme. Hajde, shtriju. Sa I natë më vjenë. Po sa I natë më vjenë. Sa I natë më vjenë, Sa I natë më vjenë, mor Amani. Moj, po ty një gjë të betë. Po se që të betë. Që më kujtojtë. Sa I natë më vjenë, mor Amani. Nani, general. Nani. Hajde, demokraci, hajde. Dikur bënim namin. Tashi, bëjmë nanin. Nani. Hajde, demokraci, hajde. Kam edhe ftohtë. Kam paruar dhe ato dhemët në banjo. S'ka gale, s'prish punë. Bëj nani, general, nani. Dhe tani emisioni toni erdhi fundi dhe, si që kemi tradit gjithmonë, e mbyllim me një këngë, duke ju përshëndetur të gjithë ju që na ndoqët në këtë emision të përgatitur me materialet më të mira të humoristit të mirënjohur Sefylla Myftari. Natyrisht ngjelet edhe ftesa jon për të shtunën e ardhshme në ciklin Buzëqeshje në vite. Nga unë Aulona dhe nga stafi që përgatiti këtë emision, natë e mirë.